Partia Socialiste ka zgjedhur një mënyrë krejt të veçantë dhe origjinale për të promovuar imazhin e vendit tonë në këtë 100 vjetor të pavarësisë. Por edhe në një moment delikat, siç është shqyrtimi i kërkesës për marrjen e statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Një ekspozit me 50 harta të trojeve arbërore të vizatura në harkun e 17 shekujve e titulluar Euro-Albanian Context është organizuar nga Partia Socialiste në mjediset e Parlamentit Evropian. Kjo është e para ekspozite e këtij lloji që paraqet kartografinë e trojeve arbërore në shekuj. Këto janë hartat e Ptolemeut, Klav Ptolemeut, shekulli II i erëson, dhe praktikisht fillojmë me këto harta sepse në hartat e Ptolemeut, ku pjesa po themi e Shqipërisë sotme është në pjesën e Dalmacisë Jugore dhe pastaj gjithë pjesën e Maqedonisë Perëndimore dhe të Epirit Veriut, po edhe të Epirit Jugut, megjithatë këtu për herë të parë shfaqet në një hartë gjeografike emri i fisit i lirë Albani dhe Albanopolisi si qendra dhe kryeqyteti i këtij fisi. Emër pasaj që fillon dhe përhapet me kalimin e kohës deri në sa ky territor fillon dhe quhet Albania. Lejtmotivi i kësaj ekspozite, kontaktet e Evropës me Shqipërinë dhe trokitja të themi jon tashmë në dyert e Evropës në këto të vazhdueshme në këto 2000 vjet dhe që po përfundon të themi në vitet në epokën në cilën po jetojmë. Mesazhi që përcjell kjo ekspozit është se historia e Shqipërisë është ajo një vendi që për një kohë të gjatë ka lulëzuar në gjirin e kontinentit të vjetër dhe se ardhmja e saj është e destinuar për të qenë në Europë, pavarësisht zigzakeve që ka kaluar gjatë sistemit diktatorial apo tranzicionit të tezgjatur drejt demokracisë. Kemi një hartë të shekullit të 18, është e bërë praktikisht nga Lapi, që është një kartograf francez. Harta është e 1843-shit, ku në mënyrë evidente del Çamëria si një krahin shumë me qartë dhe e shkruar saktë me fjalë me ortografinë e kohës. Gjeografët kanë evidentuar krahinën e Çamërisë në brendësi të Shqipërisë, një zonë e cila nganjëherë te kalon edhe gjirin e Artës, pra nuk mbaron prevezë, mbaron shpeshherë dhe tutje prevezës. Në fjalën e mbajtur në çeljet e ekspozitës, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama shpreu besimin e tij të palëkundur se Shqipëria është e gatshme për të rilindur sërish, duke kthyer një faqe të re të historisë së saj në kapitullin me Bashkimin Evropian. Shqipëria sipas tij nuk meriton thjesht një të ardhme europiane. Ajo meriton një të tashme europiane. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, mes qindra pjesëmarrësve, është shprehur edhe për ekspozitën, duke thënë se bukuria e këtyre hartave të vjetra qëndron tek fuqia jashtëzakonshme që ato ushtrojnë tek kushdo që bie në kontakt me to. Kur shoh këto harta historike, unë shoh Shqipërinë time, shoh një Shqipëri europiane që ka qenë pjesë e këtij kontinenti prej shekujsh me radhë. Më pas, Edi Rama përçoi dhe mesazhin e rëndësishëm të dhënies së statusit kandidat për Shqipërinë, pavarësisht se pushteti nuk e meriton. I want here to pass a clear message. Dua që këtu të jap një mesazh të qartë. Pushteti aktual mund të mos e meritojë statusin kandidat, por atë e meriton populli shqiptar. Prandaj, këtu ju kërkoj dhe ju uroj që të gjithë ju të mbështesni popullin shqiptar. Në të njëjtën kohë, ju i kërkoj të jini vigjilent. E di nga përvoja e hidhur se zgjedhjet në Shqipëri mund të fitohen dhe humben, jo me vota, por me manipulime dhe vjedhje. Nuk mund dhe nuk duhet të lejojmë që kjo të ndodhë sërish. Ju kërkoj të jini vigjilent dhe të kuptoni rrezikun dhe ju kërkoj të qartësoni paraprakisht pasojat serioze për ambicjet europiane të Shqipërisë, nëse praktikat e së kaluarës nuk mbulohen nga pluhuri i historisë ku e kanë dhe vendi. If the habits of the past are not consigned to the dustbin of history where they belong. Edi Rama në cilësinë e liderit të opozitës u është drejtuar krerëve të Parlamentit Evropian që ishin prezent në këtë event. Unë jam i gatshëm t'i heq pengesat, i di se cilat janë ato. Pavarësisht problemeve në Eurozonë, e ardhmja jonë është në Europë. Unë jam i bindur se rruga europiane është rruga e drejtë e cila duhet ndjekur. Unë jam i qartë për ndryshimet që na nevojiten dhe për përpjekjet që duhet të bëjmë për t'i arritur ato. Përshtypjet e pjesëmarrësve ishin të shumta dhe interesante. Libor Ruçek, zëvendës presidenti i socialdemokratëve në Parlamentin Evropian, thotë
se në këtë ekspozit është e rëndësishme të shihet Shqipëria që është në hartën e Europës që prej 2000 vjetësh. Fascinating to see, important to see that Albania is on the map of Europe, for the last 2000 Çka është interesante dhe e rëndësishme të shihet është se Shqipëria është në hartën e Europës që prej 2000 vjetësh. Është një komb i vjetër, pjesë e Europës dhe e kujtesës tonë, nga librat dhe hartat e vjetra. Our memory and historical books and maps go. Ndërsa Eduard Kukan, kreu i delegacionit për Ballkanin në Parlamentin Evropian, që vjen nga partitë e djathta të këtij parlamenti, është shprehur se hapja e kësaj ekspozite është një ndihmë për vendin dhe një mesazh shumë i rëndësishëm për të njohur lashtësinë e qytetërimit të Shqipërisë. It was very good that this exhibition was organized because Është shumë mirë që kjo ekspozit u organizua pasi shumë njerëz në Europë apo në vetë Parlamentin Evropian as nuk e kanë idenë sa e lashtë, e qytetëruar dhe historike e Shqipëria. Kjo e ndihmon vendin tuaj dhe përbën një mesazh të rëndësishëm. E në këtë kuptim është një iniciativë e mirë e Partisë Socialiste së bashku me grupin e socialistëve dhe demokratëve në Parlamentin Evropian. Dhe si rezultat është një ngjarje shumë e mirë dhe fisnike për Shqipërinë. Met by the socialist and the democrat groups in the European Parliament, and as a result that's a very good, noble event for Albania. Angel Martinez, zëvendës president i Parlamentit Evropian, një prej iniciatorëve të hapjes së kësaj ekspozite në mjediset e këtij parlamenti, thotë. Of all, this exhibition shows that Albania is beyond any doubt a part of Europe. It is a part of European geography, it is a part of European history. Kjo ekspozit dëshmon për te çdo dyshimi që Shqipëria është pjesë e Europës. Është pjesë e gjeografisë europiane, është pjesë e historisë europiane, është pjesë e kulturës europiane, por Shqipëria ndan me ne jo vetëm gjeografinë, historinë dhe kulturën, por edhe problemet që ndajmë të gjithë. Need to contribute to solve together those problems. Libor has spoken about Shqipërisë i ka munguar fati jo vetëm gjatë diktaturës së tmerrshme. Pasi më parë Shqipëria ka qenë një tokë pushtimesh, shfarosjesh të gjitha formave dhe një vend që nuk ka pasur shumë falënderime për t'u dhënë shumë prej europianëve, përfshirë këtu edhe demokratët europianë. A country that had not many thanks to give to many of the Europeans, including European Democrats. Tanja Fajon, eurodeputete slovene e grupimit social-demokrat në Parlamentin Evropian, thekson dakordsinë e saj me Edi Ramën se Shqipërisë i duhet një tashme europiane. Jam shumë e lumtur që shoh sot shumë shqiptarë krenar dhe bie dakord me atë që Edi Rama tha sot, se shqiptarët nuk kanë nevojë për një të ardhmë europiane, por për një të tashme europiane. Shqipëria ka qenë gjithnjë pjesë e Europës. Ju jeni në thelb të Europës dhe mendoj se ka ardhur koha dhe shqiptarët meritojnë një të ardhme më të mirë. Për rreth 4 ditë, në ambientet e Parlamentit Evropian në Bruksel u ekspozuan 50 harta dhe 50 libra mbi Shqipërinë. Në javët e ardhshme, kjo ekspozit do të zhvendoset në Tiranë, ku do të jetë e hapur për publikun shqiptar.